Mos ma lësho kur dorën, historia e trisht e dy të rinjve që përfundoi me tragjedi. Në një qytet të vogël, kur gicat ishin të ngushta dhe kafenea kryesore mbante zhurmën e bisedave të përditshme, jetonin aty dy të rinj, Edlira dhe Doriani, ishin miq të ngushtë që nga fëmijëria e tyre, duke kaluar çdo çast së bashku, të dy ndiheshin si pjesë e një historie të përjetshme, duke ëndërruar për botën jashtë qytetit të tyre. Një ditë gjatë një shëtitje në parkun e qytetit, Edlira i thot Dorianit: "Mendoj se duhet arrim të largoheshim nga këtu. Ka shumë gjëra të tjera që duhet të shohim." Doriani me një buzëqeshje të madhe ju përgjigj: Por vetëm nëse mund të jemi së bashku, nuk do të doja kur të humbisja ndjenjën që kam për ty." Aty për aty, ata bën një marrëveshje, asnjëherë të mos e lëshonin dorën e njëri tjetrit, një lidhje fortë e dashurisë ndërtuar mbi besimin dhe me një dashuri të pastër filloi të merrte formën e saj. Të dy të rinj po planifikonin një udhëtim përreth botës, duke ëndërruar për aventurat që do të ndodhnin në jetën e tyre, për një punë më të mirë, për një jetë më të mirë. Por në një natë gjatë një stuhie të papritur, duke u ndodhur në mes të kësaj stuhie, Doriani vendosi të dalë nga makina dhe u përpoq që të shikonte duke u ngjitur në majën e një kotre. Elvira e shqetësuar e ndoqi duke mbajtur fort dorën e tij dhe e kështu ata shkuan deri në majë të malit, pasi rruga ishte bllokuar nga një pemë e rrëzuar, ku përballeshin me erën dhe shiun e ashpër. Papritur një rëshqitje e dheut ndodhi dhe Doriani u rrëzua duke e tërhequr edhe Edlirën me vete. Në atë moment të frikshëm, Doriani tha: "Mos ma lësho kur dorën." Ai e ka përceu frikun dhe arriti të mbante Edlirën fort, ndërsa ata ishin duke u rrokullisur poshtë. Por fatkeqësisht, në përpjekjen për të shpëtuar njëri tjetrin, Doriani lëshoi dorën e tij dhe ndjenja e humbjes u shndrua në një tragjedi. Edlira e gjeti veten në tokë duke qarë, ndërsa Doriani humbi jetën. Pas atij incidenti të rënd, vajza kurrë nuk e harroi Dorianin. Ajo vazhdoi të shëtiste në ato rrugica duke mbajtur dorën e tij imagjinare në çdo hap të jetës së saj. Më në fund ajo kuptoi se ndjenjat e tyre ishin më të forta se çdo tragjedi dhe se dashuria e tyre po jetonte gjithmonë, pavarësisht se sa errët ishte fundi i saj. Dhe kështu ajo e mbajti premtimin e saj, asnjëherë të mos e lëshonte dorën e Dorianit të saj, as në mendje dhe as në zemër. Një histori kjo e shkëputur nga bota.